Në Texas promovohet libri me poezi Udhë dashuria e autores Sadia Aliti. Qendra e Komunitetit Shqiptar në Texas, AACC, do të organizojë një ngjarje të veçantë për gjithë dashamirësit e poezisë dhe kulturës shqiptare. Sot në orën 12:30 do të zhvillohet promovimi i librit me poezi Udhë dashuria nga poetja e njohur Sadia Aliti, që po e shihni në video, e cila është një nga emrat më të njohur të letërsisë shqipe nga Tetova. Sadia Aliti ka botuar 27 libra dhe veprat e saj janë përkthyer në një bizit gjuhë të botës, duke bërë atë ambasadore të letërsisë në arenë ndërkombëtare. Gjatë këtij promovimi, të pranishmit do kenë mundësinë të ndjekin një program të pasur që përfshin lexim poezisht në shqip dhe anglisht, të takojnë dhe të bisedojnë me autoren, si dhe të blenë librin dhe të marrin autografin personal të Sadia Alitit. Ky aktivitet është një mundësi e shkëlqyer për të mbështetur letërsinë shqiptare, për të njohur me veprat e kësaj autore të njohur. Vendi është në qendrën e komunitetit shqiptar në Texas, Louisville. Ftohen gjithë dashamirësit e poezisë të jenë të pranishëm.